Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall. Salavatet selame ka dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër besimtar, sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të flasim për një temë e cila quhet mos u bë fallco. Do me thënë, qëllimi është mos u bë hipokrit. Pse? Sepse hipokritat, munafikët janë fallc. Ata nuk janë njerëz të drejtë, nuk janë ata të cilët ja kanë frikën Allahut Azza wa Jall. Edhe kjo është, do me thënë, një nga sëmundjet më të rënda të zemrës, më të rrezikshmet dhe më të fshehtat. Ajo do me thënë është hipokrizia, apo në arabisht quhet nifaq. Allahu Azza wa Jall na tregon neve për hipokritët. Në fillim të surës Al-Baqara na ka treguar Allahu Azza wa Jall mirë, por na ka zbrit edhe një sure komplet për hipokritët, e ka qenë suratul Munafiqun. Allahu hipokritët i përshkruan në Kur'an në shumë vende. Edhe na tregon neve se ata janë në gradën më të ulët në xhehenem se jo besimtarët, krishterët, apo jo besimtarët, ata të cilët nuk i besojnë Allahut Azza wa Jall, ata janë pak më lart, do me thonë, se hipokritët. Allahu Azza wa Jall thot, padyshim që hipokritët do të jenë në thellësinë më të madhe të xhehenemit. Dhe ti kurse si nuk do të gjesh atyre ndihmë, s'ka ndihmës për ta. S'munët kërkush me ndihmu atyve. Prandaj, besimtari i Allahut duhet me pas kujdes, do me thonë, prej kësaj cilësie. Muslimani duhet të ruaj veten nga çdo shenjë hipokrizisë. Në ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se cilat janë edhe shenjat e hipokrizisë. Pra, besimtari, muslimani, besimtari duhet më ruaj, do me thonë, për këtyre cilësive. Pse? Mos po bjen edhe ai në ta. Sepse hipokrizia, nëse është e madhe, ajo nxjerr prej fesë. Del prej fesë njeri. Pse? Se ti po tregon diçka, mirë po në realitet je diçka tjetër. Ose hipokrizia e vogël, edhe kjo është, do me thonë, prej mëkateve, apo është sëmundje e zemrës, e cila e prish moralin, besimin edhe sjelljen ta prish. Mirë, çka është hipokrizia? Dietar e kanë dhënë dy lloje. Ka thënë hipokrizia e madhe edhe hipokrizia e vogël. Hipokrizia e madhe është nifaqul akbar. Është kur njeriu shfaq Islamin në dukje, mirë, po në realitet ai mohon në zemër. Do me thonë, pamje kështu, e sheh muslimani mirë, e sheh ndoshta me mjekër, e sheh të bo punë të muslimanëve, mirë, po në zemër e ka zbrast. Zemrën hiç kërka nuk e ka. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këta njerëz na ka thonë, Allahu Azza wa Jall na ka treguar për këta njerëz në surën Munafiqun, ajeti i parë. Thot, kur vinë tek ti hipokritët, thonë, ne dëshmojmë se ti je vërtet i dërguari i Allahut. Do me thonë, ata po shkojnë edhe po thonë, na po dëshmojmë se ti je i dërguari i Allahut. Allahu e di se ti je i dërguari i tij. Allahu pe din. Nuk ka nevojë ata me dëshmu. Kush je ti që me dëshmu ti se Muhamedi është i dërguari i Allahut? Allahu e ka dërguar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, edhe Allahu Azza wa Jall e din se ai është i dërguari i tij. Nuk ka nevojë hipokritët me dëshmu. Por ai dëshmon se hipokritët janë gënjeshtar. Allahu po thot, po. Allahu po dëshmon se ata janë hipokritë, do me thënë mashtrues, gënjeshtar. Hipokrizia e vogël apo nifaqul akbar asghar është kur dikush ka cilësitë munafikut.
ka cilësitë munafikut, por ende është musliman. Smush mi thonë aty jashtë islamit. Pse? Se nuk e ka të cilësitë e mëdhaja, do me thonë, sikur çish kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po ky ka cilësitë të hipokritit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, shenjat e hipokritit janë 3. Kur flet, gënjen. Po rën. Kur flet, gënjen. Kur premton, nuk e mban premtimin, kur i besohet tradhton. Do me thonë, këto 3 cilësi janë prej cilësive të munafiklëkut hipokritit. E kështu që e para, kur flet, gënjen. Ka premtu. Nuk e mban premtimin, edhe kur betohet, kur i besohet, tradhton. Ka thënë, e kam pyet Ahmed ibn Hanbalin, ka thënë, çysh i din, do me thonë, çysh i dallon ti hipokritët, ka thënë, në premtimin e kur në premton. Thot për shembull, ka marrë borx, nuk ta bjen. Po okej. Na pedim që sot kemi të lashe probleme. Mirë po shko kërko falje, thuj valla, s'ko mujt me të kru. Ajo me hik. Mas dikur e thuj jo, s'kom borx. E kështu që i ke premtu njerit, kemi ndihmu, kemi përkra, kemi bo ato, kemi bo këto, atëherë duhet me minet prapa asaj. Në një transmetim tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kur polemizon, bëhet vulgar, kërset. Ti polemizon, ti thua ashtu ai kërset, njëherë, skuqet, vërtet, e sen anë, edhe kjo është do me thonë prej cilësive të munafiklëkut. Kështu që duhet kujdesemi vëllezër që mos po bëhemi prej atyre. Allahu na ruaj. Cilat janë shenjat e hipokrizisë? Mos u bë fallca, të ndalemi pak te shenjat, se ndoshta Zoti na ruaj edhe na mundemi mi pas këto shenja. E para, kanë thënë dietar, ka thënë gënjeshtra. Kjo është themeli i hipokrizisë. Allahu azza wa jalla thot, Allahu nuk e udhëzon atë që është gënjeshtar e mohues. Surat Zumar, ajeti 3. Do të thonë gënjeshtra themeli hipokrizisë. Ibn Qayyimi Allahu më shirot thot, s'ka sëmundje të zemrës më përshirëse dhe më të shëmtuar se sa gënjeshtra. Me thonë e ka konsideru gënjeshtra, dhe me thonë sëmundje e zemrës. Ajo është rënja e çdo të keqeje. Rënja, do me thonë baza e çdo të keqeje, do me thonë gënjeshtra. Pra, duhet me thonë të vërtetën çdo herë, jo me gëny. Mos u bë falco, duke gënyer njerëzit për interes tonin personal, për famë, madje edhe për përfitim. Për interesin ton personal po gënjen. Ka thënë Allahu, ti po rren, për interesin ton personal, për me pas famë, po gënjej unë me bo famë, vetëm me mbledh njerëzit e sene, po rrej. Ose për përfitime me përfitu. Nuk bën me rrej. Gënjeshtra është themeli hipokrizisë. Premtimet e thyera, e dyta. Sa njerëz sot i premtojnë, ta kryqet punë, asnjë nuk e ka. I premton për shembull filanit, ka me bo qëto, kur gjë nuk bën. E kjo është domethënë prej cilësive të hipokrizisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë shenjat e hipokritit janë 3. Kur flet gënjen, kur premton nuk e mban premtimin, dhe kur i besohet tradhton. Hadithi është sahih se al-Bukhari Muslim. Mashtrimi dhe tradhtia, Allahu azza wa jall thot, Allahu nuk i do tradhtarët dhe gjinahçarët. Allahu nuk e don tradhtarin. Ai që tradhton, nuk e don Allahu azza wa jall. Mirëpo dhe mëkatarin nuk e don Allahu azza wa jall. Nxënësi Ibn Abbasit thoshte, ai që mashtron vëllahun e tij ka marrë pjesë në cilësitë e munafiklëkut. Ka marrë cilësitë e munafikut. Ai që tradhton vëllahun, që e mashtron vëllahun e tij. Për shembull thot, bjermi një dhëtar. Aty si duan dhëtar. Ose i duan për diçka tjetër, po thotë e kam babën e smut. Ka thënë baba për shembull me ble do ilaçe, e ty për interesa tjera po duan. Do me thonë, po mashtron. E kjo është do me thonë, cilësi
e munafiklëkut. Mos u bë fallse duke trajtuar besimin e njerëzve, se po të hup më besimi ty. Qoftë në biznis, për shembull për me shit që të gotë, unë po rrej. Këtyre gotë e mire se në anët e këtij, mirë po rrej unë, për biznes, ose për martesë, apo për miqësi, apo për ndaj detyrë, për me hyrë në punë, valla me rrejt, unë e një filanin, ti stëkin komnet me to, se në shka për shka, ai krejt po rrej. E kështu që, kjo është dhe me thënë cilësi e munafiklëkut. Adhurimi për sy e faqe, riaja, hipokrizia e zemrës, është të adhurosh Allahun Azza wa Jall, po të kërkosh lavdi prej njerëzve, me thonë që ky njeri është i mirë, po fal namaz, po bën ato, po bën këto, mirë po ti për sy e faqe, vetëm për njerëzit e ke bë këto. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ajo që më frikson më së shumti, për ju është shirku i vogël. Sahabët e pyetën, ç'është ai ja Rasulullah, çka është kjo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, riaja, bërja e punëve për sy e faqe. Do me thonë ti e ke bë për sy e faqe, me thonë njerëzit që ky po bën kështu e po bën ashtu. Mirë, si të ruhemi prej hipokrizisë? Si të ruhemi nga hipokrizia? E para, sinqeriteti. Të jemi të sinqert me Allahun Azza wa Jall. Të jemi të sinqert. Nëse ne nuk jemi sinqert me Allahun Azza wa Jall, atëherë nuk kena mundësi edhe më rujt prej hipokrizisë. Imam Shafiu rahimahullah ka thënë, sinqeriteti është ilaçi i çdo zemre të sëmur. Na thamë se dietarët e kanë thënë, domethënë, hipokrizin prej smujeve të zemrës. E tash Imam Shafiu ka thënë, sinqeriteti është ilaçi i çdo zemre të sëmur. Domethënë, çaj hipokriti e pas ka zemrën e sëmur, e duhet me shëru atë zemër. E si me shëru zemrën? Me kon i sinqert. E dyta, për kujtimi i Allahut Azza wa Jall. Dhe vetë llogaria. Omer ibn al-Khattabi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte, llogarisni veten para se të llogariteni. Do me thonë, llogariteti këtu veten para se të llogarit Allahu Azza wa Jall. Duke pyetur veten tonë çdo ditë, apo gënjen, apo i mban premtimet, a jam i drejt, apo veproj për Allahun, apo për sy e faqe, kjo të shpëton, do me thonë, nga hipokrizia. Këto pyetjet kur ti bëjsh vetës, nalësh natën, për shembull, para se me ra me flej, ose mas jacis, ose mas sabahut, apo para sabahut, kur zgjohesh, me vetën tane, apo gënjej, unë sa po gënjej? Sa vet i kom mashtru sot? I kom mashtru 10, 15, atër do me thënë me ula dozën. Me ul dozën, se mos mu bë prej atynve, apo i mbaj premtime, që atyve që i kom premtu, a ja kom kry ato, a jam i drejt, apo veproj për Allahun Azza wa Jall, apo për sy e faqe, e kjo neve do me thënë, na shpëton nga hipokrizia, shoqëria e mirë. Shpëton ka prej hipokrizisë. Pse? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, njeriu është në fenë e shokut të tij. Shoku i keq çon edhe me rrej. Shoku i keq bën edhe hipokrit. Bën munafik. E Allahu Azza wa Jall po thotë se munafikët janë gradën më të ulët të xhenemit. Pra, duhet me ju largu njerëzve të këqij dhe duhet me nejt me njerëz të mirë që me largu, do me thonë, këtë cilësi të keqe. Duhet me bë lutje, me lutë Allahun Azza wa Jall, sikur që ka lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Zot, më pastro zemrën nga hipokrizia. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu ka bë dua. E kush bën dua, Allahu Azza wa Jall e mbron. Mirë për nëse ti nuk bën dua, nuk e lutë Allah, do më thotë ti s'pas ke nevojë, jo, ta gjithë kemi nevojë për ndihmën e Allahut Azza wa Jall. Pa që ndihmë Allahut, na kur gjë s'u bëjmë hiç. Çfarë pasojë ka hipokrizia? Hipokrizia e para shkatron zemrën. Allahu Azza wa Jall na përshkruan këtë duke thënë fi qulubihim marad. Në zemrat e tyre ka sëmundje dhe Allahu ashton atë. Do me thonë, kanë sëmundje, mirë po Allahu Azza wa Jall ta shton atë sëmundje dhe më shumë.
E dyta, hipokrizia shkatron shoqërinë. Shoku i mirë nuk rrin me ty. Pse? Valla thot ky munafik. Ky po rran, ky po tradhton, ky po të mashtron, ky po të premton s'pe ma premtimin, ky po të vjedh, ky ato, ky këto. Dhe thon, shoqëria e shëndosh, besimtari i Allahut nuk rrin me ty. Pse? Se nëse je ti munafik, nuk rrin. Pse? Se ti çdo minut pritet ti me tradhtu ato. Çdo minut pritet domethënë ti me tradhtu. Gojen me bo me hap, ai ka me tradhtu ty. E kështu që kërkush nuk ka qef me njërin e keq me lej. Prish familjen. Me thënë hipokriti, të qka bëdhush ti me ngu babën ta, nonën ta. Merë, pi cigare, pi drogë, merë thika, merë ato, merë këto, me thënë ta mëson të keqen. Xhami, mitësin, bashkësin, me thënë të largon për shoqënisë të mirë. Ti ndoshta je me njerëz të devotshëm. Mirë pa hipokriti e ka zemrën e prisht, edhe ty do me thonë mundohet me të prish. Pse? Unë jam i keq, bën edhe ti i keq. Mos rri me ata, mos rri me këta, ai ndoshta është besimtar i mirë, është hafëz i Kuranit, mëson mirë, pesë që ka në shkollë, se në anë edhe mirë pa i mundohet me të largu çdo herë prej shoqërisë të mirë. Hipokrizia shkatron besimin dhe punët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush e prish veprën e tij me rija, Allahu e hedh poshtë. Ka thënë ta prish edhe punën, se rijaja, mendjemadhësia apo përsye fatësia, ta prish edhe punën që e bësh. Krejt punën që e bësh, Allahu azza wa jall nuk ka me pranu ato prej teje. E prish fundin e njeriut, fundin e ka keq, përfundimin e ka keq. Neve nuk na intereson fillimi. Nëse është në fillim mirë, elhamdulillah. Mirë po, neve na intereson përfundimi. Nëse përfundimin e ka të mirë, elhamdulillah, na falenderojmë Allahun azza wa jall. Mirë po, nëse fillimin e ka keq, e pjesën tjetër e ka mirë, atëherë falenderojmë Allahun azza wa jall. Për këtë arsye dietar kanë thënë, pendohu në atë, do me thonë që e ke lënë mrapa, se nëse vazhdojsh ti me të keqe, keme dhënë dhogari edhe për ato mrapa edhe për këto përpara. E kështu që nëse ti pendohesh prej kësaj, prej të kalumës, Allahu ka me ta falë këto, mirë po edhe ti vazhdon duke bo punë të mira. E kështu që mundohu që me u largu, do me thonë, hipokritit. Allahu azza wa jall thot, pa dyshim që hipokritët do të jenë në thellësinë më të madhe të xhenemit. Në thellësinë, do me thonë, në gradën më të ulët të xhenemit. Dhe ti kurse si nuk do të gjesh atyre ndihmës. S'ka ndihmës, ata s'ka mundësi dikush me ndihmu. S'ka mundësi dikush me ndërmjetësu të Allahu azza wa jall. Pse? Pa ai është, do me thonë, njeri më i keq. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah më shërof, ka thënë sinqeriteti është rruga më e shkurt drejt Allahut azza wa jall. Nëse ti je i sinqert, atëherë kemu kon më afër Allahut azza wa jall. E lutim Allahun azza wa jall që të na bëj prej njerëzve të sinqert, lutim Allahun azza wa jall që të na pastroj zemrat tona nga hipokrizia, fjalët tona nga gënjeshtra dhe veprat tona nga riaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.